Sonte në kino Hyria Hana në Gjakov shfaqen dy premiera të reja që do të kënaqin publikun e çdo moshe. Njëra është komedia me elemente fantazia Good Fortune, e cila do të shfaqet sonte në ora 18, ndërsa do të ketë edhe një tjetër premier sonte në ora 20, ku do të shfaqet filmi horror Black Phone 2, që pritet të sjellë emocione të forta për adhuruesit e këtij zhanri. Kështu bëri të ditur Donjeta Bobi, menaxhere marketingut në kino Hyria Hana. Këtë javë në kino Hyria Hana e kena dy premiera të reja, një zhanër komedi fantazi dhe një horror. Komedi fantazi është filmi Good Fortune, që do të shfaqet sonte si premier me 16 tetor në ora 18, po ashtu e kemi edhe një orar tjetër që do të shfaqet të dielen me 19 tetor në ora 20. Pastaj e kemi edhe premierin tjetër, Black Phone 2, është një film horror, besoj që do t'i pëlqej të gjithëve. Ky do të shfaqet po ashtu sot si premier në ora 20, i ka edhe dy orare tjera që do të shfaqet gjatë kësaj jave, të shtunen me 18 tetor në ora 20, edhe të dielen me 19 tetor në ora 18. Por kemi risi në kino Hyria Hana. Këtë javë do të shfaqet orari vetëm të shtunë dhe diel, kurse për javës tjetër do të shfaqen filmat në ditët premte, shtunë dhe diel. Në kino Hyria Hana, dyert janë të hapura për çdo filmdashës. Ju mirëpresim të gjithë adhurues të filmave në kino Hyria Hana, tash me çdo vikend mund ta gjeni çdo zhanër të ndryshëm. Kino Hyria Hana në Gjakov vazhdon të jetë në hap me kinematografin botërore, duke sjellë filmat më të fundit nga mbar bota, si premiera e pastaj edhe me shfaqjen e tyre në orare të ndryshme.